Allahumma ya Rabbi na fal neve Perëndi. Allahumma ya Rabbi na fal neve Perëndi. Na jep t'miran këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na jep t'miran këtë dynja, na hiret Zot na shpëto. Na fal neve babenan, fali gjithë këta besimtar. Na fal neve babenan, fali gjithë këta besimtar. Bëjnë ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Bëjmë ibadet pa janda, na prano Zot këtë dua. Na bëj jetën të begatshme, edhe vdekjen të rehatshme. Na bëj jetën të begatshme, edhe vdekjen të rehatshme. Na i merr shpirtin me iman, besimtar ne jemi kan. Na i merr shpirtin me iman, besimtar ne jemi kan. Shahadetin e me than, fjale emram Zot kjo me kan. Shahadetin e me than, fjale emram Zot kjo me kan. Nat ne varit në ndihmo, sa më let gjevap me dhan. Nat ne varit në ndihmo, sa më let gjevap me dhan. As është për të qarë, më nuk ka syfyr, më nuk ka iftar. A nuk është mërzi, as është për të qarë, më nuk ka syfyr, më nuk ka iftar. Vlezër nga Islami, uri me bajrami. Do jenë gjamit për plot me gjemat, apo pas bajramit do të ngelin thot. A do mbushen prap gjamit me gjemat, apo pas bajramit do të ngelin thot. So
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Të nderuar vëllezër dhe motra, milionit të gjithëve që përshëndes me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun që paqja, mëshira, begatit të mira të Allahun të jenë me të gjithë ju dhe familjet tuaja inshallah. Si nga rasti në emrin tim dhe në emër të këshillit të xhamisë, t'u uroj këtë natë të bekuar, natën e Kadrit, duke shpresuar tek Allahu që Allahu gjitha duat, lutjet, adhurimi që do t'i bëjmë gjatë kësaj nate dhe që i kemi bërë gjatë këtij muaji, Allahu ta pranon ya Rabbel Alamin. Nderuar vëllezër, sonte në xhamin ton, xhamin Haxhi Sabri, është një natë e veçantë, e cila e veçon nata e Kadrit. Mirë po, kësaj nate, inshallah sonte, do t'ja shtojmë edhe një gëzim që ka të bëjë me fëmijët që kanë prezantuar gjatë muajit të Ramazanit, kanë qenë prezent në faljen e namazit të sabahut dhe në faljen e namazit të ravis. Për shkak se në kohën e drekës dhe të ikindis ata vetëm se kanë qenë në shkollë. Mirë po, u shfrytëzoj nga rasti që t'i falenderoj gjithë ata prindër që i edukuan, i këshilluan dhe u bën sebeb që fëmijët e tyre të vinë në xhami gjatë një muaji të tërë vazhdimisht, duke qenë korrekt. E për fëmijëve që sonte që do të kenë një dhuratë modeste nga ju si xhamat që ka përgatitur sonte inshallah bashkë me vëllezërit që janë këshilli iniciues që do t'u ndajmë. Vëllezër, janë 27 talebe, 27 fëmijë që ata vazhdimisht kanë qenë gjatë gjithë muajit të Ramazanit prezent në xhami. Vëllezër, për dhuratave që neve kemi paraparë që mund të jenë dhe janë modeste, mirë po, do t'i gëzojmë fëmijë, do t'i lumturojmë, kemi pas të arsyeshme të kemi trotoneta elektrik, të holla, një bicikël dhe nga një mirënjohje, ajo që është kulminante, që të vazhdojnë prindërit të edukojnë, është Kur'ani, ta mësojnë fjalën e Allahut dhe ta duan Kur'anin dhe Kur'anin Allah ta bëjë pranverë të zemrave të tyre ya Rabbel Alamin. Nderuar vëllezër, do të fillojmë inshallah me 24 nxënës, të cilët disa prej tyre kanë mungu, ndonjëherë me arsye, ndonjëherë kanë qenë në iftare kështu me radhë, dhe shpërblimi për këta është më i vogël. E çfarë është shpërblimi për këta? Për këta 24, për këtyre 24, kush do ta ketë fatin? Ai që ka bërë sonte dua më shumë, nëse ju ka pranuar duaja, do të ketë mundësi të fitojë. Për 24-ve janë 2 trotineta elektrik, 1 bicikël dhe 4 holla në zarfin aty brenda. Pra, do të fillojmë inshallah me këto 24 dhe pastaj 3 fituesit e parë, i pari, i dyti dhe i treti do të ngelin në fund. Si do të vijoj? Do të ftojmë një nxënës që do të më tregon inshallah aga marrem këtu. Një nga një do të vi ta merr mirënjohjen, ta merr Kur'anin dhe të prej burakut ta merr dhe ta zgjedh ai vet cilën zarf e zgjedh dhe aty është fati i tij. Dhe pastaj inshallah këtë një nga një do t'i marrin, në fund inshallah do t'i ftojmë neve si këshilli iniciues, si këshilli i xhamisë, ata që neve kemi parë për shkak se kemi marrë shënime se kush ka qenë korrekt në xhami, kush nuk ka mungu, e prej tyre janë 3, që njëri prej tyre ka mungu një herë, njëri 2, njëri 3. Pra fituesi i parë ta merr ai që ka mungu një herë, fituesi i dytë do të jetë ai që ka mungu 2 herë dhe fituesi i tretë është ai që ka munguar 3 herë. Sonte na nderon me prezencën e tij edhe kryetari i komunës së Storniçanit, Hafës Ejupi, që në emrin tim dhe emër të këshillit dhe gjithë juve e falenderoj që ai vin sonte që të na nderoj neve dhe të shpërndaj nxënësve këto dhurata. Allah ta shpërblej inshallah. Tash vëllezër, ashtu siç e paraqita, fillojmë me nxënësin e parë. I pari për sonte që ka bërë dua më shumë tipi parzit, Zeid Dimeri. Hajde Zeid. Inshallah fati me ti sonte. Merë Kur'anin, merë mirënjohjen. Hajde çto? Bismillah. Para se me marr thaj bismillah. Ha. A bone bismillah. Hajde. Zgjedhë çelën dosh. Bëri se të unë. Hajde ta shifna. Këto ka xhamat tash na gjithë ka gjithë kanë atë. Letra? Letër ka, letër ka. Ta shifna gjithë ka një letër. Hajde. Të letra shtu dhurat 500 denar për Zeidin. Hajde vapa fshajerin, Allah të shpërblej inshallah
tjetë fati jot që 3 herë inshallah. Çe do çto? Merë mirë njohin, merë Kur'anin, inshallah bosh afos. Hajde. I diti Rasuli Meri. Hajde Rasul. Faj bismillah, mos harojsh. Hajde. Di ku prej kanë taj. Këtheu ka gjemati? Këtheu ka gjemati, bërë? Këtheu ka gjemati. Be subhanallah, be falna fakë, ki gjallë. Dhurata e parë është, ka fiton një bisiklet, këtheu ka gjemati, edhe pare sa pare? Edhe 500 denar. Ajde për hajre e gzofsh, inshallah. Ajde. Mere Kurani. Dhuratat ato që sonte e kanë këtë fat, si Resuli do t'i marrin pasi që ta falim namazin inshallah. I radhës Bilal Hajredini. Hajde Bilal. Çe spana. Ja dobe vadio. E merr Kuranin. A ki stres o Bilal? A ki stres? Hajde thaj bismillah. Zgjidhe një hajde. Hajde. Këtheu ka gjemati? Këtheu ka tashin në gjyki fita është. Qële letra? Letra, ka letër? Vetëm 500 denari ka fita. Va pa vëshajrin. Hajde isha la rendin qeter. I radhës Elisa Bafqar. Elisa e përndrishe mëson të une për hafës, inshallah e ka fatin, inshallah sonë të fitoj dhe një sen që ta motivojnë atë që ta vazhdoj Kur'anin inshallah për mend. Salin ta dush, hajde. Mos u drit. Hajde. Ktheu ka gjëma të shënë që ke fita. Letrën merë një, mësë mena. A ka letër? Po, në parët lene, është letrë. Parët interesojnë Elisa. Hajde se. Të letra shkun 500 denar. Dha pa fshajrin Elisa. Hajde le. Sham ka 24 janë ishte. Muhammed i Meri, najpi o gjo sabri. Hajde inshallah, ka bodë një dua hoxha për ta i sande. A ki stres, thaj bismillah. Thaj o Allah më dimon. Berim, ha. Hajde. Hajde inshallah ki fat, hajde ste. Hajde. Kada. Hajde mire këtë krejtë, bravo. Ja, për këto ja doj kësande. Vesh letrën. Letrën me. Shqire po është letrën? Letrën. Hua thashun e be, 400 interesojnë këto. 500 denari ka fita, va për të hajrin inshallah. Nëzënsi i radhës Sefer Ismaili. O gjomet, të e va merë ato, okej? Ajde, të e va merë ato. Sefer, e pja gjistë të ti mbaj këta lëqk. Këta u ka gjemati. Mos. Ha? Ditë ka ndarën, di letrë. Di letra, hajtë të shukë i qetra? Njone këtë e kom të. Okej. 500 denar. Va pa fshajri lëtës, inshallah, nese dhe hajde nësa të skolla. Hajde. Rasul Dailja është ta? Nuk është, nuk është sonde këto. Okej. Begjet Memedi. Hajde, Begjet. Ishtë, i roj takë bësë kërkës. Hajde, Begjet, bismillah. Një, dy shka, një. Hajde, Begjet, këtë e që këta në lëqë. Vetëm letrën. Se ta shifnë gjyki fitash, se ta shifnë. Begjeti ka fita vetëm 500 denar. E në një Kuran. Hajde, lëqë. Akil Selmani. Akil të u kibozë për berab me këto fjokë si problem taj. Hajde, va pa fshajrin, inshallah. Hajde. Ban bismillah. Ka një, nuk ka disë. Ka një. Letra ka?
500 denare edhe për Akili. Mahil Limani. Thash fati, s'ta kese fati. Mendove pak të shamë ta me zdite? Mos i qitë parat mos t'i shofin. Ha? Gjithë pas ka dhe një sent, ha? Ha? 500 denare edhe për Mahil. Besir Mehmedi. Ja, ki fitoj, mo. Ja, ki e fitoj. E fitoj. Kalla. Këthu ka gjemate, o Besir. Ta si o gjallar do t'i mbërcish para, ta. Këthu të shofin sa ki fitoj. 500 denare, Besiri mu, Mehmedi. Ergin Ramani. Gjeliagjijës. Ergin, e për agës agjia to, mere letrën, qele, mësën të shifna. Shaja, ti këshun frik të ukë. 500 denare dhe për Ergin. Armin Muhtar. Hajde Armin. Armin, ti ke po vedish. Hajde, ti ke po vedish, inshallah veçerova. Hajde, bismillah. Hajde. Ja, e diktoj ki me të parën. Kur gjohë, ha? 500 denar. Hajde, va të pësajrim, inshallah. Diyar Aslani. Po. Vespa. Tum. Qile letrën? O, leni atë. Ka fitat trotenet. Mashallah. Hajde për hajde. Emir Mehmedi. A gjënjazja, ki po dua për najpin, a gjënjazja. Qëlloj si i zgjetë, veç qëlloj, e kim sa o taj. Qëlloj. Ja. Ba djava, sa të ushqile Emir, kot. 500 denare edhe për Emiri. Ja, më kështë. Berat Hajredini. Hajde, Berat Velas. O, ki Mubarekos. Letrën. A ka letrë të? 500 denar për Beratin. Ismet Ismaili. Hajde Ismet. Inshallah fati me taj. Ismet, qëllëmunjer, Ismet. Ja, s'ka, Ismet, vetëm 500 denare ke vitales. Va pa fshajrin, mere Koranin. Ali Timeri. Gjelja Gazberam ta fitojmë duke sande. Ka vendos. Mos i qitë para, që të t'i vej edhe në të gjallë. Që? 500 denare Ali ti ka fita. Malik Aslani. Hajde Malik. Ha, mashallah, këto vllazë janë, këto të fitojmë duke. Gjemë të avnijës. Hajde, inshallah. Zgjidhe.
500 denar, Malik. O Malik, dhe ta apet djarë dhe një kruk të një rarate. Adil Mehmedi. Adil Heldas. Ki tiger, qëdo. Tiger. Ja, ki paskar me pishma like, s'doj ka sfitoj, as të hupe. 500 denar. Va pa fshajrë i lësë. Hajde, Denis. Po. Hajde, bismillah. Kanë bete një, 5. Okej. Këtheu ka gjemate, i lëqë, mos i qytë parët, vesh letër. Hajde. Vesh 500 denar, va pa fshajrë i lëqë, hajde. Ozana Metovski. Ha? Ka një plus. 500 denar veç e plus. Ozana, mere Kurani lëq, kështu i falimin derit, mere mirë njohjen, hajde. Vespa, këtu ka gjëmoti, ka da. Letra. A ka letër? Dhe ti morë parët, e mësë lata e. A ka letër? Vetë 500 denar e këtë talës. Nga fa fësajrë, inshallah. Ajan Aliu. Ajo në pin fillim të Ramadan ka thënë hoxha, ban beni unë të hi, që e sot këhi të fitojsh, inshallah. Hajde. Ban bismillah, ja. Ta shifë në gjithë ke fita. Si shkëra? 500 denar për Ajan. Ha? Po. Qëlla. Këto usosën. Tash një kam vetë, dhe më thonë një 39 su ka shpënda. Ditret Alebe nuk janë prezent. Ta shkëna me fitusit ato kryesor që kajnë një 39 edhe 50 euro i ka fitusi par, i diti ka një 39 edhe 2.000 dinar, i treti ka një 39 edhe 1.000 dinar. Unë nëftoj kretarën e komunës, Hafez Efendiun, Hafez Ejupin që ta shpëndaj mirënjohjen dhe njëtën ko çmimin për fitusin e parë. Bujre më Hafez. Eshte e di kusho? Fitusi parë, e di një kusho? Kurtisi është i pari, Sandra. Hajde, Kurtis. Esa. Este ka, este tanë. E për Hafezit atë një të parën, që a për Hafezit. Edhe në ta qele, masan, e për ta tjape, hajde. Po, vendi i parë. Kurtish, mere është e lëq, qile, të ashtë në gjishë kranë, më e kina vo gabi, ma thaj qëlloj. Hajde, bismillah. Letra njërë, mësë. O, aleni i parët, letra. Parët i dojna me mu, masan, rajtë. Këtheu për para, këtheu kësha. Kurtish i fiton një 39 edhe 50 euro. Hajde për hajde, Kurtish. Fitusi i dit është Elisan Gjeladini. Kurtishi ka mungu vetëm një natë, Elisani vetëm dy natë. E pja Hafezit. Hajde, dash nga ta Hafezit, dash nga të kretari, e qëtane. E pja Hafezit. Hajde për hajde, qile është Elisan. Bere të të mbajnë të qile. Qile në këte e të parë. Qile. Se janë dhe, ka... Elisani ka fitu një 39 dhe 2.000 dinar. Hajde, va pa fësaj një sot. Se, hajde për hajde. Hajde, va pa fësaj një sot. Hajde. Edhe fitusi i tretë për sontë është Berat Muhtar. Hajde, mashallah. Hajde. Hajde, ki ka 39. Hajde, Berat. Hajde, Berat Shulloçk. Hajde. Hajde, Berat. Emocion. Këtë vërë para. 39 elektrik plus 1.000 dinar. Hajde për hajde, va pa pësajrë një sala. Allah është bëlef e Hafez, falimderi shumë gjerë dhe gjina nderove në fjallë rastin nëse ka mësaj dhe fillojnë me namaz. Fillat në ta? Po, është në të fjallë që të ushë.
Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar xhamat. Unë me të vërtet ndjehem shumë i emocionuar sepse isha në iftar të xhamin që organizoi këshilli iniciues dhe këshilli i xhamis iftarin, kurse tani era për të marrë pjesë në ndarjen e këtyre çmimeve apo opinioneve që ishin për nxënësit e lektir. Pikë pari falenderoj Hoxhën Lokmanin, pastaj gjithashtu falenderoj këshillin e xhamis, juve si xhamat, me të vërtet ju përgëzoj për këtë punë shumë të mirë, dhe sidomos me këtë natë të madhe që ka një simbolik me të vërtet dhe jashtëzakonshme, pasi që është nata e kadrit dhe është nata e dijes, sepse ka filluar të zbres dija dhe ka filluar të zbres Kurani. Dhe ju të dashur fëmijë, ju sot të morët çmimin më të madh që ishte libri i Zotit. Po marrë parasysh se dikush morët më shumë, dikush morët më pak, po shpresoj që edhe ata që nuk kanë marrë shumë në një çmim pak më të madh, shpresoj që të ardhmen edhe ato do të marrin, pasi që edhe prindit, edhe xhamati, edhe donatorët kujdesen për ju dhe besoj që edhe në të ardhmen me këtë organizim kështu mrekullueshëm do të vazhdohet këtë drejtim që si fëmijët tanë t'i largojmë prej rrugës apo t'i largojmë prej vendeve ku nuk ka bereqet. Bereqeti është vetëm se xhami, bereqeti është në mekteb, bereqeti është në dije dhe në shkollë. Shpresoj që gjithë ta fëmijë nesër do të kemi njerëz të cilët do të na prinë edhe këtu në Mirat, do të na prinë edhe në për institucionet, do të na prinë edhe në për vende ku do kemi nevojë ne si popullat. Unë edhe njëherë shpreh falënderimet, ju përgëzoj për këtë organizim të mrekullueshëm. Besoj që këto aktivitete dhe këto punë të hajrit do të shpeshtohen dhe do të kemi sa më shumë në vendin tonë, në vendbanimet tona, që si më thonë që ne kemi një shembull për ta voglusht që do ta ndjekin dijen gjatë jetës së tyre. Faleminderit edhe një herë, unë me këtë rast, pra të gjithë atyre të cilët morën ka 500 dinar, ishin 24, apo? Ju përmdoj edhe nga une, do t'i kemi nga 500 dinar plus. Allah e shpërblet të ndërruar kryetar, Hafez Ayub. Azënjazi, mos thoj që jo xhallar që japin para, e shek Hafez, për këtë 24 pare. Allah e shpërblet, inshallah. Allah e shpërblet gjithëve, inshallah, që prezentuat, fëmijët Allah isha t'i bajt hajrit, ata që janë dëshpërum, ju premtoj që mbas Ramazanit kina shpërblime më të mëdha për juve, inshallah. Tash mos timi shumë tepër. Do të fillojmë ta falim inshallah të spi namazin, ashtu ishte kërkesa e një numër të madh të xhamatit. Më thonë 2 rekat fillim, japim selam, këndojmë disa ilahi dhe pastaj pushojmë dhe pastaj prapë edhe 2 rekat tjera, japim selam e bëjmë një dua të përbashkët, të përgjithshme së bashku, edhe inshallah shpresojmë që Allahu këtë namazin tonë Allah të na lehtëson dhe të na pranon ya Rabbel Alamin. Të spi namazë u dhe zërju e dini, edhe vjetë e kemi falë, edhe par vjetë, ka është problem të madh, ashtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi dhe mësoi minxhën e vet. Çfarë i tha? Ja ammi, o minxha jem, do ta mësoj një send, do të tregoj për diçka që nëse e ban, Allah i ka me t'i falë gjunahet e mëdhaja dhe të vogla. Allah i ka me t'i falë gjunahet që i ke bo me dije dhe pa dije. Allah do t'i falë gjunahet që i ban fshetas dhe në publik. Tha, o minxha jem, fali 4 rekat, 2 nga di, me të spi namazin, duke thanë, në çdo rekat, me 1 rekat me thanë 75 herë,
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Si falet namazi vëllezër? E bëjmë niyetin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kemi dhënë me fal tesmi namazin. U ktheva ka kibla e bëra tabi imamit Allahu akbar. Pasi që e lexojmë subhanën, imami së bashku me xhamatin. Mirë po ju kisha lut që ju kur të lexoni ta bëni këtë lutje, mos me ngrit zanin. Ndoshta ju do ta humni veten, më thon nga emocionet e kështu me radh. Mirë po, pas imamit me e thon jo me zot nal, më thon subhanën 15 herë. Lexojmë elhamin një sure, lexojmë prap 10 herë, shkojmë në ruku. 3 herë subhana rabbiyal azim, 10 herë. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, 10 herë. Shkojmë në ruku 10 herë. Uljen e parë 10 herë, sejdën e ditë 10 herë, sa u bën 75. 4 nga 75, 300. Kjo është ajo që pejgamberi alayhis salam e mësoi dhe në jetën kohë na përgëzoi neve për ata që falin, tha o minja jem. Kjo është e rëndë. Mirë po tha mundo ta falësh një herë në ditë. Si mos në ditë njavët, si mos njavët në mujtë, si mos njerë në vit, si mos ta fale njerë njëtën tënde. E neve falim çdo herë në vit, nga njerë, qatë sa në mundësot, inshallah Allah i kreta këto duat, luqe që do t'i bëjmë Allah të na pranoj, ja Rabbil Alamin, gjunat na i fale dhe të na pastroj, inshallah, ashtu siç është drita dhe uji i pastër. Allahu inshallah na mundsoft dhe të na dhash sabër që ta krijmë këtë namaz inshallah. Vëllezër, bëjni hazër, pini ujë, largoni setret, çilini dollapët dhe do të vazhdojmë inshallah. Hajde. El Mubarak Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zotin dha jet, për me t'prite dhe si jet. El Mubarak Ramazan, zemra qeshe syri qan, shqyr Zotin dha jet, për me t'prite dhe si jet.